Vrasësi 28 vjeçares në Lezhë nuk është ndalur vetëm në këtë krim, por kërcënon dhe familjarët e viktimës. Në një përballje në korridoret e drejtorisë së policisë së Lezhës, autori Alfred Nikolli ka kërcënuar familjarët se nuk është penduar për atë që ka bërë. Mirë ju a bëra dhe do t'ju a bëj prap. Ka qenë ky kërcënimi i autorit që ka sjellë dhe reagimin e policisë së Lezhës, e cila ka marrë masa duke mbajtur në izolim 31 vjeçarin. News 24 ka zbuluar atë çfarë autori i vrasjes ka deklaruar gjatë marrjes në pyetje nga policia e Lezhës. Ai ka pranuar se kishte një lidhje intime me 28 vjeçaren e të levandoi nënë e një fëmije, të cilën e vrau duke ekzekutuar brenda parukerisë, që ai ka rrëfyer se ja bleu vet. Unë ja bëra parukerin dhe ajo nuk mund të më praktiste. Deklarimet e tij kanë qenë të pakta dhe konfuze, siç pohon për News 24 policia e Lezhës, ndërsa pritet që dëshmia e plotë të merret nga prokuroria e Lezhës, e cila ka marrë në ndjekje çështjen.